Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot po ndaj me ju mënyrën se si përgatitet trahanaja në shtëpinë time. Kjo është mënyra që e kemi përgatitur tek mami ndër vite dhe sot po e sjell se si e përgatita në shtëpi. Në një enë dështojmë miell gruri, një lugë gjelle krip, do pëjmë pak vënd në mes dhe do shtojmë një filxhan vaj ulliri ose vaj luledjeli. Vaj e ndihmon shumë kur të filloni procesin e shkoqjes, pasi bëhet më lehtë procesi. Do shtojmë kosi nëse është i thartuar është akoma më mirë. Do ta shtojmë pak e nga pak dhe duke e përzier. Kur bëjmë trahana, zakonisht nuk mund t'i japi masat e sakta, por mund të them që fillimisht të shtoni miellin, përbërësit e tjerë dhe kosin të shtoni pak e nga pak, duke e punuar me kujdes dhe me ngadalë, derisa të na formohet një brumë si për byrek, pra duhet të jetë i butë, por jo i ngjitur dhe të punohet lehtë. Kur e shtypni në duar, duhet që të shtypet lehtë, pra të mos jetë shumë i fortë. Vazhdojmë ta punojmë kështu derisa të na mblidhet plotësisht. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj t'i hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Çdo ditë postohet nga një recetë. Tani brumi është pothuajse gati. Do ta mbledhim mirë dhe do ta vendosim në një enë të madhe me kapak ku do ta lyejm me vaj në të gjitha anët dhe do ta hapim gjithashtu, nuk do ta lëm masën e brumit kështu siç është. Do ta hapim me duar, gjithashtu edhe në sipërfaqe do shtojmë pak vaj. Do ta mbyllim me kapak dhe do ta lëm të fermentohet për rreth 3-4 ditë. 4 ditë e lash unë duke mbuluar me kapak. Gjatë ditës së 2, 3 dhe të 4 do ta lëvizim pak e nga pak në mënyrë që në sipërfaqe të mos formoj atë sipërfaqen e thatë. Pra brumi të mos thahet, prandaj e mira është që ta lëvizim. Ja kështu. Unë këtu jam në ditën e 2. Shikoni pak sa mirë është fermentuar brumi. Prandaj thash që kosi kur është i thartuar është shumë i mirë. Unë e lash disa ditë në frigorifer kosin derisa u thartua dhe më pas e përdora vetëm për trahanan. Dhe pasi e lëvizim kështu, do ta mbulojmë përsëri dhe do ta lëm përsëri në të njëjtin vend. Këtu jemi në ditën e 5. Pas në këtë ditë është gati për t'u hapur dhe për t'u tharë. Mund të jetë pak e ngjitur masa, por mos u shqetësoni. Mund të përdorni pak miell për t'u lehtësuar ndarjen e brumit. Në tavolinën ku do ta hapim, unë kam shtruar një mbulesë të bardhë, shtojmë pak miell në mënyrë që gjatë tharjes copëzat që do vendosim të mos ngjisin dhe do t'i ndajmë në copa mesatare, kështu si po shihni në video, duke i rreshtuar në të gjithë sipërfaqen. Dhe do t'i lëm kështu që të thahen. E mira është që të thahet në hije, mbase do ju marr pak më shumë kohë, por është tharje më e ngadaltë dhe më e mirë. Nëse dëshironi që ta përshpejtoni pak procesin, mund ta nxirrni edhe në diell. Do vazhdojmë ndarjen për të gjithë masën e brumit në këtë mënyrë. Pas pak minutash, rreth 1 ore, do ta kthejmë pjesët në anën tjetër. Keni parasysh që procesin e hapjes dhe të tharjes së trahanas duhet që t'i rrini pak në kokë në mënyrë që të mos thahet më shumë se ç'duhet, pasi procesi i shkoqjes do jetë më i vështirë. Pra duke i qëndruar mbi kokë do lehtësoni procesin e fundit që është më i rëndësishmi. Dhe pas 1 ose 2 orësh do ta ndajmë përsëri në copa të vogla, në mënyrë që tharja të bëhet në mënyrë të njëtrajtshme, pasi do vini re që sipërfaqja e copëzave është e thatë, ndërsa në brendësi ajo është ende e butë. Pra ka nevojë për t'u tharë në mënyrë më të njëtrajtshme. Prandaj e ndajmë atë në copa të vogla dhe e kthejmë përsëri në vendin ku do ta lëm për t'u tharë. Shikoni pak, këtu është bërë pothuajse për t'u tharë. Unë pasi e pash këtu e lash edhe rreth gjysmë ore, jo më shumë,
dhe më pas ishte gati. Fillova tharjen, shkoqjen, pas tharjes pra fillojmë shkoqjen. Nëse ju duket pak e butë, mos u shqetësoni, sepse derisa të mbaroni procesin e shkoqjes, ajo do thahet edhe gjatë punës. Kështu që fillojmë me kujdes, me ngadalë. Mua procesi i 3 anas më kthem pas në fëmijëri. Mbaj mend kur përgatiteshe në shtëpinë tonë, ne aktivizoheshim të gjithë, ne motrat, mami dhe gjyshja, pasi procesi i shkoqjes donte pak punë dhe ishim të gjitha aty duke shkoqur dhe duke ndihmuar në mënyrë që ta mbaronim sa më shpejt dhe masa të mos thaheshe, pasi gjatë këtij procesi masa thahet shumë shpejt dhe do pak shpejtësi në shkoqje në mënyrë që ta mbarojmë të gjithë dhe të mos shkojmë asnjë pjesë dëm. Ndërsa kur po e përgatisja në shtëpi, isha vetëm unë dhe djali, ishte një qetësi dhe sinqerisht më mungonte ajo kohë ku ishim të gjithë në shtëpi dhe përgatishim zahiret e dimrit. Por jeta kështu është, kështu që rëndësi ka që t'i mbajmë traditat dhe t'i përgatisim ato edhe në shtëpinë tonë. Dhe kujtimet janë ato që na mbesin në mendje dhe në zemër. Fillon procesi i rëndësishëm që është shoshja, kështu e quajmë ne. Mua këtë shoshën ma ka sjell mami, pasi këtu ku jam nuk gjeta shosh, ma solli mami vetëm për të përgatitur 3 anat dhe kam filluar shoshjen e saj dhe me kokrat që mbeten i vazhdojmë t'i thërmojmë në mënyrë që të mos humbim asnjë pjesë nga ajo. Dhe ky është procesi i fundit, mund të themi, dhe do pak kohë dhe durim. Kështu që merreni me qetësi, kjo është masa përfundimtare e 3 anat, do vini re që ajo është akoma e butë, madje nëse shtypni me duar ajo bëhet si toptha, kështu që duhet pak kujdes dhe më pas do ta hapim dhe do ta lëmë për rreth 1 javë të thahet plotësisht. Po ju si e përgatisni 3 anan? Unë do doja shumë që të mësoja mënyrën tuaj. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit!